në lidhje me fjalën ilah, edhe vetëm pak se ma dërgoj një bashkëpunëtor jemi, është djali i ri edhe ai, dëgjon. Pastaj kanë thënë dietarët, është formuar nga fjala ilah, emri Allah. Të gjithë e dinë se nuk ka germ dhën në Kur'an. Të gjithë e dinë. Që do më thonë Allah tani? Allah vëllezër është kur arabët e vendosin elifin. Pra nuk qenë ka germa A, qenë ka germa E, elif. Kur arabët e vendosin elifin. Arabët e vendosin. Kur arabët e vendosin elifin. Jo vetëm unë, të gjithë e dinë se Kurani ka zbrit dhe nuk kanë vendosur arabët, por ka vendosur Zoti i vërtet, Ilahi për Kur'an. Nazala bihi rruhul amin, e ka zbrit shpirti i shenjtë. Kush? Gjibrili. Tani, ti vetë duhesh me na kallëzu. E ka zbrit Gjibrili Kur'anin, apo arabët kanë vendosur me shkruar Kur'anin? Edhe lamin, të një fjalë, qysh është e pashquar e bojnë të shquar. Tashi, duke emitu imamin e shqiptarëve, ti imam i vogël i muslimanëve. El ka ardhur është në trojtën e shquar. Hamdu lillahi. Kështu që ilah, që përna fletim shkupi dhe që përna i transmeton në paracitjet e ti, e muri ti në Facebook, Ilahi. Me filmin e Mel Gibsonit, është Rab. Çfarë Rabbi? Rabbil Alemin, Zot i dijeve së është Ain, Lamin, për ne përkthejmë Zot i botë. Ti e dietar, ti u flet njerëzve. Çfarë detyroj të mirësh me besimin tim në Ilahi? Besoj Ilahit. Ilahit i beson ki. I ka harru së është në xhami dhe xhamia është shtëpia e Zotit, ku dohet me madhru Zotin, dhe jo me i linçu njerëzit dhe me i ofendu njerëzit nga shtëpia e Zotit. Allah çka është edhe shqipa. Çka të ka pengu besimi im në Ilahin? A e shes sa dopt jeni? A e shes sa dopt jeni? Ju nuk keni guxim me reflektu, me thonë, po, unë jam gabim, se a marrë me besimin e tjerve, e kitë ndaluar të mirësh me besimin e të tjerve, se fjala besim është në ajetin 3 të surja Al-Bakara. Ata të cilët grupi i parë, të cilët besojnë në kohën e tashme, ngajb të fshehtën, besimi është shpirtëror, gjithashtu e ki edhe të ajetin 99, ti do t'i detyrosh njerëzit të besojnë të surja Yunus. Në lidhje me këtë garancë do t'u asjellë vetëm ajetin 99 në surën Yunus, "Wala sha'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'an, afa anta tukrihu an-nasa hatta yakunu mu'minin." Sikur të kishte dashur Zoti yt, do t'i besonin shka janë në tokë që të gjithë. A ti do t'i detyroshin njerëzit të bëhen besimtar? Prandaj është mirë ju të korrigjoheni, nuk po them që të bëheni shqiptar si që jemi ne, por së paku të mos flisni në emrin e Zotit dhe të mos prekni lirit dhe drejtat e njerëzve, nuk po them të shqiptarve, të njerëzve, nga tempulli xhamit e Sultan Mahmudëve. Si do qoftë, polemika mes dietarëve nuk është shumë e madhe dhe kjo nuk prind ndonjë punë, sepse gjithë dietarët janë pajtuar se Allahu te bareke ve teala është ai i cili meriton adhurimin. O emër Allah në Kur'an, ai vetë pranon thot dietar. Tani ju a doni mi besu librit, tekstit shkruar të Kur'anit, apo doni mi besu dietarëve të këtij qilit që ju kur si keni po? Për shkak se këto i ka mujt zilia, konjsa. Do të me reflektu, me folë vërtetën, po, nuk ka germëlla në Koran, është ilah,
Se dhe ajeti I parë fillon me Bismillah, edhe ajeti I dytë në surën Al-Fatiha është Elhamdulillah. Kush është Zoti I tim shkupit? Zoti I tim shkupit është Ilahi. Si Ilahi ka qenë edhe Zot I Jezu Krishtit, jo? Ilahi. Në start, në çdo ligjerat ka bu. Kur e nis me Bismillah, të thonë rrit Bismillah. me njëherë, as 2 sekonda nuk shkojnë, janë ndryshon emrin e Ilahit e kthen në Allah. Përmendje Allahut. Edhe ky po, të thot Elhamdulillah, falenderimet, lëvdatat I takojnë Allahut. aty për aty, njerëzit që janë thirrë, që mendojnë që janë doktora, janë ndryshojnë gemat Kuranit, mushafi, tim shkupi shqyqër Zotit nuk janë ndryshon. Dhe nëse doni me kuptu esencën e këtij librit, mësoni arabisht dhe mësoni që shka mos sahur. Për ndryshe, harraf e ndryshon. Harf është me ndru harfu. Pse, habitëm, pse nuk e pyete Molla Shaqirin? Pse nuk e pyete ndonjë koleg timin që është I moshës time për mu? Me siguri do të kishe marrë përgjigjen, mos u merr me tim shkupin. Mos e prek tim shkupin. Shumë palasu që kanë dalë tash na për TikTok-a, na për Facebook-a. Të nderuar, siç e dini, unë tim shkupi nuk kam TikTok, nuk e përdori TikTok. Vjen shumë keq, e di se shumë njerëz më shkruajnë atje, të gjithë ata që e përdorin TikTok-ën unë I përshëndes nga ta. Kurani pas ka zgjidhur qytetarëve. Kurani pas ka zgjidhur qytetarëve. Kurani pas ka zgjidhur qytetarëve. Ke mohon ajetin e Kuranit, ajetin 185 dhe të gjithë ajetet e tjera, që Kurani është udhëzim për njerëzit dhe shqiptarët janë njerëz, sikur të gjithë të tjerët, këta mohon qenjën biologjike. Prandaj, ti e dietar, unë nuk mirna me dietar të vdektu, unë mirna me ty se ti bëhesh dietar, dhe ti, sikur shumë të tjerë, flisni në emën Zotit, që është rrepsisht e ndaluar. Kurani pas ka zgjidhur qytetarëve. Oj femën, shvin temën, po do me po emën. Veç emnin që ta do, ka më kon emën I nemën. Okej, kanë me kish me ty. Fillimi deri në fund, kurs komunal. Bileteri sot jom gjallë, kralë kanë me shpall. Ju qa po forru, ju qa po bon. Ta mos për mu, veç ti e që ka bon. S'të foli shumë, veç qëjnë.